Do të shkojmë me njëherë drejt tek një lajm I cili ka shqetësuar mbar kombin shqiptar që lidhet me kërkesën e prokurorisë speciale në Hag. Çfarë po ndodh zoti Koci për ta filluar dhe për ta diskutuar në terma të thjesht, në ç'pik jemi? Tani, më pakta që mund të them është që ajo që jemi duke dëgjuar sot dhe dje në Hag është vërtet skandaloze. Është e habitshme, e papritur dhe jashtë çdo logjike. Prokuroria kërkon 180 vite e burgim për 4 liderët e ushtrisë lirimtare të Kosovës. Ndërkaq 5 liderët ushtarak, policor, politik të Serbisë përjashton Miloševićin që ka ndru jetë në Hag, për pastrimin etnik të Kosovës, për vrasjen e 14.000 vetave, për përdhunimet, për djegjet masovike, për dëbimin e 800 deri 1 milion shqiptarëve, Haga u shqipton vetëm 90 vite. Pra ishin Nebojša Pavković, 22 vjet, Vladimir Lazarević, 15 vjet, Dragoljub Ojdanić, 15 vjet, Nikola Šajinović, 18 vjet dhe Sreten Lukić, 20 vjet. Këta ishin kreu I shtetit serb që bëri gjenocidin dhe spastrimin etnik në Kosovë dhe dënohen me 80 vite. Ndërkaq që për liderët e ushtrisë lirimtare të Kosovës kërkohen 180 vjet burgim. Është e habitshme, po them, është e papritur, është skandal, thënë më së buti. Ndërkaq që formulimet që janë bërë këto 2 ditë në Hag, mbase do të kërkojnë studim më të thellë për motivet, për të gjithë kësaj maskarade që është duke ndodhur. Ta zëm dje prokuroria akuzoi Thaqin dhe Veselin, po citoj, se që nga viti 1990 kanë filluar organizimin dhe kanë shkuar disa herë në Shqipëri për të armatosur dhe për të bërë plane për sulme ndaj ushtrisë serbe, fundi citatit. Nuk e kuptoj çfarë ka inkriminuese në këtë. Populli shqiptar në Kosovë nuk ka bërë fshehtas luftën kundër Serbisë. Ka qenë pjesë e proceseve në ish Jugosllavi, pra të shpërbërjes së Jugosllavisë, dhe lufta e shqiptarëve të Kosovës ishte vetëm njëra nga ato procese. Dhe tani shtrohet pyetja çfarë ka inkriminuese nëse Thaçi dhe Veseli kanë shkuar në Shqipëri, nëse janë furnizuar me armë dhe nëse kanë luftuar forcat e armatosura serbe. Ose ka formulime tjera gjithashtu të çuditshme, të pakuptueshme, që mendja shëndosh vështirë I kap. Ta zëm prokurori Tiger sot para pak çastes bëri këtë prononcim, këtë deklaratë, thot, citim: Shtabi I përgjithshëm kërkonte pavarësinë e Kosovës dhe do të vazhdonin derisa ta merrnin fitoren e plot, fundi citatit. Vërtet është e pakuptueshme çfarë ka edhe këtu inkriminuese. Nëse Shtabi I përgjithshëm I ushtrisë lirimtare të Kosovës ka kërkuar çlirimin e Kosovës, pavarësinë e Kosovës, është e habitshme. Edhe e fundit, në mesin e 10 paradokseve, nonsenseve që u thanë sot dhe dje, është ajo ta zëm deklarata e kryeprokurorës së Hagës dje, kur tha se Clark dhe Rubin nuk kishin informacione për ushtrinë lirimtare të Kosovës. Ndërka sot një prokuror tjetër I shtoi kësaj fjalie edhe këtë pohim. Hashim Thaçi ua kishte maskuar realitetin Clarkut dhe Rubinit. Mendoj që është goditje jo vetëm ndaj drejtësisë, ndaj parimeve elementare të drejtësisë, por është goditje, kisha për të edhe ndaj Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Zoti Rubin dhe zoti Clark Rubin ka qenë njeriu zëdhënës I State Departamentit, bashkëpunëtor I parë I zonjës Albright, ndërkaq Clark ka qenë njeriu I parë I NATO-s dhe pas tyre kanë qëndruar shërbimet sekrete amerikane dhe tjera. Dhe tani të thuash që Clark dhe Rubin nuk kishin informacione për ushtrinë lirimtare të Kosovës dhe se atyre realitetin në Kosovë ua kishte maskuar Thaçi, kjo kalon çdo imagjinat, nuk kisha pritur një gjë të tillë, ta thonin madje as
as zyrtarët serbë, sepse deri më tani nuk kanë shkuar kaq larg. Është evidente, nëse do ta përmbledhja, që kemi të bëjmë me një tentim të hapur për të inkriminuar luftën çlirimtare të Kosovës, për të inkriminuar pavarësinë e Kosovës, dhe e kisha për të thënë për të poshtruar një popull, në këtë rast të shqiptarët e Kosovës, sepse nga këto që i citova del thuajse shqiptarët e Kosovës nuk kanë pasur të drejtë të luftojnë për lirinë e tyre. Ndryshe nuk di si ti komentoj këto prononcime, këto deklarime të prokurorisë së Hagës dje dhe sot. Megjithatë, vetëm edhe një fjalë nëse më lejohet, besoj që vetëm një pjesë e asaj që jemi duhet dëgjuar, unë jam i bindur që trupi gjykues do t'i hedh poshtë gjitha këto pohime të prokurorisë, gjitha këto nonsense dhe akuzat krejtësisht pa kuptimtar. Pavarësisht se janë skandaloze, janë paradoksale, siç edhe ju me drejti cituat, duket se ka, dhe këtu ju citoj juve, një tendencë për ta inkriminuar luftën e ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Cilat janë pravaskenat, cili është objektivi, çfarë e shtyn këtë gjykat që të shkojë deri në pikën që të inkriminojë pikërisht njerëzit që i dhanë pavarësinë shtetit Kosovës? Kjo tani është histori pak më e gjatë, normalisht, dhe në bindjen time gjitha ka filluar pas vendimit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, kur u tha që nga Haga që shpallja e pavarësisë së Kosovës nuk cënonte ligjet ndërkombëtare. Aty mendoj që filloi çdo gjë, filloi një ofanzivë e madhe serbo-ruse, por edhe disa qarqeve tjera evropiane, me raportin famkes të Dick Martit, i cili ishte iniciuar nga europarlamentari rus Kosaçev, me mbiemrin Kosaçev. Pohoj se gjoja në Shqipëri, në shtëpinë e verdhë, ushtria çlirimtare, pjesëtarët e ushtrisë çlirimtare të Kosovës kanë bërë trafikim të organeve. Vetëm pak kohë më vonë, vetë Dick Marti i ka deklaruar ish diplomatit serb Milan Protic se nuk ka dëshmi për një gjë të tillë. Normalisht nuk kishte dëshmi sepse në atë kohë ushtria çlirimtare e Kosovës nuk kishte ambulancë ku do të ndalte gjakderdhjet luftarëve të vet, e lërë më të bënte trafikim të organeve. Por kjo shërbeu si pretekst për ngritjen e gjykatës. Ajo pastaj u harrua, do të shtëpia e verdhë, trafikimi i organeve u harruan, sepse nuk kishte asgjë të bëjë me realitetin, ishte larg realitet, por u vazhdua me dëshmitë që gjykata, dhomat e specializuara në Hagë nuk e fshehin, me dëshmitë që janë marrë nga Serbia. U hap mundësia që do të thotë Serbia të bënte atë që ishte duke e bërë nga viti 99, të furnizoj Hagën me gënjeshtrat nga më të pamundshmet. Dhe mjerisht ishte proces pak i habitshëm. Njëkohësisht do të u ngrit një akuzë ndaj ushtrisë çlirimtare të Kosovës, që në atë kohë nuk u morë seriozisht, sepse ishte thjesht jashtë çdo logjike, do të thotë. Por paralelisht u inicua edhe dialogu Kosovë-Serbi. Mendoj se njëra dhe tjetra kishin ndërlidhje, sepse përmes shtëpisë së verdhë dhe akuzave për trafikim të organeve dhe themelimit të dhomave të specializuara, shantazhohej udhëheqja e Kosovës që të hynte në një dialog me Serbinë, i cili nuk ishte objektiv. Nuk ishte objektiv, sidomos pas e verdiktit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, që sipas cilës pavarësia e Kosovës ishte brenda normave, ligjeve ndërkombëtare. Mjerisht udhëheqja jonë në atë kohë nuk u gjen si duhet, e pranoi dialogun me Serbinë, që atë kohë quaj teknik, po që me kohë rrëshqiti në dialog për statusin e Kosovës, mjerisht,
Dhe unë nuk fajsoj udhëheqjen e Kosovës që themeloi në kuvend këtë gjykatë, sepse Kosova kërcënoi me themelimin e saj në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, ku do të përfshiheshin Kina dhe Rusia. Por fajsoj gjitha udhëheqjet nga viti 2010 dhe deri më sot që kur nuk bën një padi ndaj gjithë atyre që akuzuan ushtrinë qlirimtare të Kosovës për trafikim të organeve. E kjo mund të bëhej në qendrat evropiane ose në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të ndalur hovin e një makinacioni të madh ndërkombëtar, një komploti kisha për të thënë ndaj Kosovës. Dhe e dyta nga viti 99 Kosova dështoi në prezentimin e realitetit vërtetës për Kosovën, derisa Serbia botoi qindra libra dhe filma të metrazhit të gjatë, Kosova në këtë rast nuk bëri asgjë. Këtu menduam se pas 99-s NATO është me ne, perëndimi janë me ne dhe se çdo gjë ka marrë fund, por kjo çfarë duke ndodhur dje dhe sot në Hagë tregon që betejë me Serbinë nuk ka përfunduar dhe se duhet shumë mund, angazhim dhe investim që Kosova t'ja dalë. Nuk ka përfunduar, that zoti Kosi. Pse, çfarë do të thot një vendim sepse kjo është vetëm kërkesa e prokurorisë dhe unë jam dakord që është gjykata që do të vendosë në fund, por çfarë do të prodhonte një vendim, fjala vjen, sipas kërkesës së prokurorisë në kuptimin e betejës madhe midis Kosovës edhe Serbisë? Tani unë besoj që trupi gjykues do ta hedh poshtë në tërësi kërkesën e prokurorisë, por nuk përjashtoj mundësinë që edhe të ndodhe kundërta. Nëse liderët e ushtrisë qlirimtare të Kosovës do të dënohen në Hagë, pavarësisht me çfarë dënime, kjo do të ishte goditje e rëndë për shtetësinë e Kosovës. Pse? Sepse thjesht është loja që bën Serbia që 26 vite, tentimi për të vënë një farë baraspeshe të fajit ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, dhe pastaj të dilet me tezën se duhet kompromis rreth statusit përfundimtar të Kosovës. Kjo është synimi i Serbisë, synimi i Rusisë, mjerisht edhe disa vendeve tjera kisha për të thënë evropiane. Dhomat speciale në Hagë mund të apohojnë që dënimet eventuale nuk kanë të bëjnë me aspektin politik të çështjes, por dënimi eventual i liderëve aty çon në deshën apo nuk deshën ata, deshëm apo deshëm ne, sepse thjesht i jepet argumenti Serbisë të dalë me tezën e vjetër që në Kosovë janë bërë krime nga të dy palët dhe se restatusit duhet vazhdohet të bisedohet dhe të gjendet një kompromis. Ndërkohë që statusi i Kosovës do duhet të ishte tani me çështje e absolvuar, çështje e kryer. Pra kjo është në funksion të mbajtjes së Kosovës peng ende, apo jo? Absolutisht. Pra tentimi është që Kosova të mbahet peng, nën presion dhe të bën koncesione territoriale, kishte për të thënë. Nuk është fjala për koncesione sa përket pozitës së serbëve në Kosovë, por mendoj se synimi i fundit të Serbisë janë koncesione territoriale, më saktësisht veriu i Kosovës. Veriu shumë i pasur i Kosovës. Ndërkohë, e gjitha kjo po ndodh mu në zemër të perëndimit, zoti Koci. Pra, në zemër të Bashkimit Evropian dhe në sy të Shteteve të Bashkuara të Amerikës që ishin edhe udhëheqësit e goditjes së regjimit Miloševićit edhe Beogradit pikërisht nëpërmjet NATO-s. Si e vlerësoni qëndrimin e tyre? A do ta lejoj perëndimi një përmbysje të asaj që vetë vullosi? Nuk besoj që perëndimi do ta lejojë një përmbysje të asaj që ka bërë. Akuzat sot
në bazë të asaj që u tha sot dhe dje në Hag, praktikisht del që përgjegjës janë edhe NATO, zoti Clark, dhe gjitha ata që kanë qenë të angazhuar rreth Kosovës, sepse nëse çdo gjë ka qenë jo ligjore, jo e drejtë, jo legjitime, atëherë shtrohet pyetja sa ka qenë legjitime dhe ndërhyrja, legjitim intervenimi i NATO-s në Kosovë. Unë mendoj se kemi të bëjmë me mix të interesave brenda pjesës perëndimore. Dua t'ju përkujtoj që këtu qëndrimi i Shteteve të Bashkuara është më i pastër, më i qartë dhe ne këte hetuam gjatë dëshmisë dëshmitarëve, zotit Clark, zotit Rubin, zotit Hill dhe të tjerëve. Ata kishin shkuar me lejen e State Departamentit. Madje gjatë dëshmisë së zotit Rubin, brenda në sallë ishin dy zyrtarë të State Departamentit, ato u pyeten se përse janë të pranishme, përgjigjja atyre ishte që ishin të pranishme për të sqaruar nëse kanë ngatresa në data, fakte të dhëna. Pra, dëshmitarët ishin të pranishëm në Hag me lejen e State Departamentit dhe unë e kuptoj atë qëndrim këtë leje, këtë miratim të State Departamentit, që pohimet e tyre përkojnë me qëndrimet e administratës së tashme amerikane. Pavarësisht që gjykata është e pavarur, megjithatë, nëse dikush e ka njohur situatën në Kosovë, atëherë këto kanë qenë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe këtë sot, atë që dëgjuam sot nga prokurorët e Hagës se Gjoja Clark dhe Rubin nuk pas kanë ditur asgjë për ushqekin për çesharake, është banale, është banalizimi vetë dhomave speciale, do thotë. Por duhet të thënë edhe një gjë. Ndërsa në Evropë ka një qëndrim të, kisha për të thënë, të hezituar edhe ndoshta tolerues më shumë se që është pritur, në Shtetet e Bashkuara kemi një pozicionim tjetër. Administrata aktuale jemi sigurt është në anën e luftës së drejtë të ushtrisë ligjtare të Kosovës, por nuk përjashtoj mundësi që të ketë segmente të cilat nuk mendojnë kështu dhe kanë vepruar ndryshe. Konkretisht zoti Jack Smith. Zoti Jack Smith ka qenë prokuror i këtij rasti, është prokuror amerikan, i cili është larguar nga Haga në çastin që zoti presidenti Trump ka humbur zgjedhjet në vitin 2020. Është kthyer në Shtetet e Bashkuara dhe ka filluar hetime ndaj presidentit Trump. Ndërka sot ai është nën hetime. Zoti Smith është nën hetime në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe nuk e përjashtoj mundësinë që të ketë ndërlidhje dhe këtë ka zyrtar amerikan që e kanë thënë, ta zëm Richard Grenell, nuk e ka sheh që Smith ka pasur motive politike, pra e ka lëshuar flet arrestin për zotin Thaçi, derisa ju thonte drejt Shteteve të Bashkuara dhe takimit me presidentin, atëherë ish presidentin Trump, mirë që Trump të mos kishte në duar një fitore diplomatike në rrafshin e politikës së jashtme. Dhe besoj, mendoj që nëse hetimet ndaj zotit Smith, që janë duke u zhvilluar në Shtetet e Bashkuara, nëse do të qohen përpara, nuk e përjashtoj mundësinë që të ketë ndërlidhje, që ajo ndërlidhje do thotë edhe të bëhet e ditur, të bëhet publike. Pra një ballafaqim brenda Shteteve të Bashkuara të Amerikës ku Kosova mjerisht është viktim. S'paku deri në këto momente, por unë jam shumë i sigurt, shumë i bindur që do të ketë ndërhyrje jo politike normalisht, por të formave tjera dhe se trupi gjykues do t'i hedhë poshtë komplet në tërësi akuzat nga ana e prokurorisë dhe se zoti Thaçi dhe 3 të tjerët pas 3 muajsh ose 6 muajsh do të lirohen. Në fakt, për këtë po lobon vazhdimisht Richard Grenell dhe zoti Koci. Zoti Grenell të ka bërë, nuk e ka fshehur, ka goditur zotin Smith, ka pohuar se ai qëndron pas arrestimit të zotit Thaçi, por atë që thash pak më parë, pra që të evitohet një fitore diplomatike e presidentit Trump në vitin 2020 para zgjedhjeve të atëhershme të nëntorit. Dhe
Këtë hetimet që janë duke u bërë tani në Shtetet e Bashkuara, ndoshta edhe do ta zbahen. Nëse, do më thënë, i vetmi instrument aktualisht sot ligjor për ta hedhur poshtë procesin është nëse Jack Smith gjykohet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës si ka iniciuar një hetim për zotin Thaçi dhe arrestimin e tij pikërisht në ditën që do fluturonte për Washington, kjo mund të kthehej më pas në një mundësi që zoti Thaçi liroj, në një provë që mund ta lironte zotin Thaçi? Kjo po se po, kjo gjithsesi, por janë edhe dëshmit e zotit Rubin, zotit Clark, zotit Hill dhe disa zyrtarëve tjerë amerikanë që kanë qenë gjithkohën në Kosovë nga viti 96, thotë, dhe që nuk është e vërtet si që po në prokuroria se nuk kanë njohur si që ndodhte në Kosovë. Ata kanë qenë të informuar, jo vetëm që kanë qenë të informuar, ata kanë qenë personalisht në Kosovë. Zoti Hill ka qëndruar në Kosovë atko. Zoti Clark dhe zoti Rubin kanë pasur pas vetes shërbime sekrete, si janë dhe shërbime tjera sekrete perëndimore dhe nuk ka pasur nevojë të vinë personalisht në Kosovë për të kuptuar se çfarë duke ndodhur. Por po them, nuk e di tani si do zhvillohen ngjarjet rreth zotit Smith, por po them që dëshmitë e tyre kanë qenë mjaftueshëm të fuqishme që trupi gjykuese të marrë vendim të hedhë poshtë kërkesat e prokurorisë dhe të lirojë të katër liderët e ushtrisë ligjtare të Kosovës. Ndërkohë ky është një skenar, po një skenar iniciuar nga brenda Kosovës, zoti Koci, që lidhet me faktin që Parlamenti i Kosovës marrë një vendim për zhbërjen e kësaj gjykate. Momentalisht nuk ka biseda të tilla. Më herët ka qenë aktuale kjo çështje, shumë më herët. Nuk e përjashtoj një mundësi të tillë, por mendoj se duhet pak kohë. Duhet analizuar se çfarë është thënë dje sot dhe çfarë do të thuhet nesër dhe pas nesër. Dhe vetëm pastaj mendoj që mund të formulohet një qëndrim këtu jo vetëm i zyrtarëve kosovar, por edhe qëndrimi i opinionistëve, publikut dhe për të parë nëse ajo do të jetë një nga mundësitë mund me parë shoh të mundshme ndërhyrjen e trupit gjykues, pra vendimin e trupit gjykues, sepse siç thatë ju, kjo është vetëm qëndrimi i prokurorisë, do të thotë, nuk është kjo gjykata e Hagës. Kjo atë do ta fjalën e fundit, verdiktin e fundit do ta jap trupi gjykues dhe unë jam shumë optimist që në tërësi akuza e prokurorisë do të hedhet poshtë, kërkesat e saj do të hedhen poshtë, e kuptoj këto akuza që janë bërë, këto kërkesa, kisha për të thënë absurde, e kuptoj edhe si nervoze prokurorisë, e cila nuk ka arritur që të dëshmoj bindshëm atë që ka synuar, sepse duhet thënë edhe një gjë, janë investuar qindra miliona euro nga fondet e Bashkimit Evropian dhe tjera, dhe marrë në tërësi prokuroria nuk ka arritur të sjellë argumente dëshmi për atë që pohon dhe për atë që kërkon. Dhe po them, unë jam optimist që trupi gjykues jo vetëm që do t'i zbret këto dënime, por do t'i jetë poshtë krejtësisht edhe se zoti Thaçi dhe 3 liderët tjerë të ushtrisë ligjtare të Kosovës do të lirohen pas 3 muajsh.